Nuk do e besoni se çfarë i bën trurit, zemrës dhe tensionit nëse çdo ditë hanit një kastravec. Konsumi i kastravecave ju sjell shumë përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Dëgjoni disa nga përfitimet që do të merrni nëse konsumoni një kastravec çdo ditë. Do të përmirësoni hidratimin e trupit. Është i njohur për sasinë e lartë të përqindjet të ujit në të. Uji e pastron trupin dhe largon toksinat. Ju merrni gati 40% të konsumit të përditshëm të ujit nga konsumi i ushqimeve. Ai është i përbërë në masën 85 deri në 95% ujë. Pra, nëse ju hani kastravec në të njëjtën kohë, keni ngrënë dhe keni pirë dhe gjithashtu do të keni një hidratim më të mirë të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kastraveci ka pak kalori. Kastravecët janë të pakët në kalori, po përmbajnë afërsisht 15 deri në 17 kalori për një kastravec. Veç kësaj, ai është i pasur edhe me vlera ushqyese të tilla si fibra, proteina, vitamina C, vitamina K, hekuri, zinku dhe magnezi. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese, fibrat, gjenden në pjesën e jashtme të lëkurës. Kastraveci do ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Për shkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, kastraveci është një favorit për të bërë pjesë në dietën tuaj dhe ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Ai do të ndihmojë ndjeshëm edhe në shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani një fet kastravec në gojë për pak sekonda, ju do të vrisni shumë bakterie dhe do të eliminoni kështu erën e pakëndshme të gojës. Do të përmirësoni luhatjet e sheqerit në trup. Kastraveci përmban disa antioksidantë, të cilët reduktojnë stresin oksidativ duke ndihmuar kështu në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit të lartë në trup. Kastraveci është një produkt shumë i mirë edhe për uljen e niveleve të stresit. Është i njohur si një përdorues për uljen e niveleve të ankthit dhe të stresit, ndihmon në shëndetin e flokut, thonjve dhe lëkurës. Kastraveci përmban vitaminën A, B, C dhe K, mangan, bakër, kalium që janë të rëndësishëm për krijimin e një sistemi imunitar të shëndetshëm. Dhe kur trupi dhe sistemi imunitar janë të shëndetshëm, shpesh kjo reflektohet në flok, në thonjë, në lëkurën tuaj. Përveç kësaj, kastravecët janë të pasur me silic, i cili është i nevojshëm për zhvillimin e indeve të forta lidhëse të shëndetit. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu çelësi për të ndihmuar në rritjen e flokut të shpejtë dhe të fortë. Sipas një artikulli të botuar nga Kolegji i Huntington i shkencave të shëndetit, squfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta që kontribojnë në flok të shëndetshëm, e cila përmban squfur dhe gjithashtu është e nevojshme për formimin e keratinës për thonjtë dhe flokët. Kastraveci do të përmirësojë nivelet tuaja të tretjes. Siç e përmendëm në fillim të kësaj video, kastravecët përmbajnë nivele të larta të ujit dhe të fibrave. Së bashku, këto të dyja lëndë ushqyese janë thelbësore në ndihmën që ofron lëvizjes së ushqimeve në trupin tuaj, duke promovuar kështu bakteriet e mira të zorëve për të rregulluar lëvizjen e zorëve dhe duke parandaluar kështu shqetësimet e kapsllëkut. Kastraveci do t'i japë një kujdes më të mirë për shëndetin e zemrës suaj. Ai është i njohur gjërësisht për nivelet e kaliumit që ndihmojnë muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmojnë që zemra të lëviz gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrë më efikase. Në të kundërt, ulëntimi ka gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontribojë edhe në sëmundjet kardiovaskulare. Kastraveci është një nga perimet që sjell shumë freskinë në gatim, gjithashtu edhe në dietën tuaj të përgjithshme. Ai mund të reduktojë një sër komplikacionesh nëse konsumohet çdo ditë. Sipas të dhënave të Healthline, kastraveci përmban fibra, proteina, kalcium si dhe vitaminën A, B12, B6, C dhe D. Një nga përfitimet madhore që kastravecët ofrojnë për organizmin janë edhe stabilizimi i kolesterolit. Për më tepër, kastraveci forcon imunitetin dhe ka aftësi të jashtëzakonshme të ulë tensionin e lartë të gjakut. Përqendrimi i lartë i ujit të kastraveci e bën atë një aleat të dobishëm edhe kundër problemeve të dehidratimit. Në këtë video do të mësoni më shumë se çfarë mund të bëjë kastraveci për të ulur kështu tensionin e lartë të gjakut. Stabilizimi i tensionit të gjakut. Përmbajtja e vitaminave dhe mineraleve të kastraveci e bën ato tepër të dobishme për shëndetin, veçanërisht për ata që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut.
Konsumi i vazhdueshëm i kastravecave çon në mënyrë të pashmangshme në stabilizimin e tensionit të gjakut. Ai do të përmirësojë edhe tensionin. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut duhet të konsumojnë kastraveca rregullisht. Ekspertët rekomandojnë që në momentin që tensioni i gjakut rritet, duhet të konsumoni kastraveca për ta ulur atë sa më shpejt dhe për të stabilizuar më mirë gjendjen tuaj shëndetësore. Mbështetja që do të ofrojë kastraveci në dietën tuaj është një lehtësues shumë i mirë edhe kundër dhimbjeve të kokës. Tensioni i lartë i gjakut mund të shoqërohet gjithashtu edhe me dhimbje koke dhe me shenja të ndryshme dobësie. Për të shmangur këtë gjendje dhe për të larguar kështu dhimbjet e kokës, ju rekomandohet të pini lëngun e kastravecit. Ky lëng i freskët dhe i shijshëm është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të kokës dhe mund të lehtësojë komplikacionet e saj. Të mirat që ofron kastraveci në dietën tuaj janë të larmishme. Ndaj, zgjidhni kastravec të freskët për të marrë edhe një hidratim më të mirë të shëndetit dhe për të lehtësuar komplikacionet. Gjithashtu, kastraveci është i pakët në kalori dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj nëse doni të humbisni kilogramë të tepërt. Kastraveci do të ndihmojë në forma të ndryshme edhe në shëndetin e flokut, të thonjve dhe të lëkurës. Gjithashtu, sipas Food Prevent, përdorimi i kastravecit në mënyrë të rregull në dietën tuaj do të cilësohet si një zgjidhje afatgjatë për të parandaluar një sër komplikacionesh. Kastraveci është një nga produktet më të mira për të shtuar në dietën tuaj dhe konsumi i saj në mënyrë të rregullt do të ofrojë edhe një përmirësim të metabolizmit. Kastravecët bëjnë pjesë në 4 zarzavatet më të kultivuara në botë dhe një ndër ushqimet më të shëndetshme për trupin tuaj. Madje shpesh cilësohen gjithashtu edhe si një super ushqim. Kastravecët hidratojnë trupin kur jeni shumë të zënë me punë dhe s'keni pirë ujë mjaftueshëm. Hani kastraveca të freskët të cilat kanë në përmbajtje të tyre 90% ujë. Ai kompenson gjithashtu edhe ujin e humbur. Kastraveci do të luftojë nxehtësinë e brendshme dhe të jashtme. Ngrënia e kastravecit ju ndihmon edhe kundër problemeve të urthit. Përdoreni kastravecin në lëkurë për të ndihmuar kundër djegjeve nga dielli. Konsumi i kastravecit eliminon toksinat e rënda nga trupi juaj. Uji i shtuar në kastravec vepron si një fshesë virtuale, duke larguar mbetjen nga trupi. Ngrënia e rregullt e kastravecit shpërbën gurët në veshka dhe ndihmon shumë në aspektet tuaja imunitare, citoi studimi. Gjithashtu, kastravecët janë të pasur me vitaminën A, me vitaminën B dhe C, të cilat shërbejnë për të rritur sistemin imunitar dhe për të mbushur trupin me energji. Nëse e përzjeni kastravecin me spinaq, me karrot, dobia e tij do të jetë edhe më e madhe për mbrojtjen e organizmit. Kastravecët do të sigurojnë për trupin tuaj edhe mineralet që i duhen lëkurës. Ato janë të pasura kryesisht me magnez, kalium dhe silikon. Kjo është arsyeja pse shumë qendra spa e përdorin kastravecin në bazën e trajtimeve të tyre. Kastraveci ndihmon edhe në tretje dhe në humbjen e peshës. Duke qenë se është i pasur me ujë dhe nuk përmban shumë kalori, ai është tepër i përshtatshëm për njerëzit që kërkojnë të bien nga pesha. Rekomandohet të përdoren në supë ose në sallatë. Nëse nuk e preferoni shumë, mund ta përdorni në kos dhe ngrënia e kastravecit ndihmon në ofullat tuaja për të siguruar fibrat e duhura për tretje. Ngrënia e përditshme e kastravecit është një mënyrë shumë e mirë kundër kapsllëkut kronik. Kastraveci ndihmon sytë tuaj. Vënia e kastravecit mbi sy është diçka që e shohim shpesh në qendrat e bukurisë, e megjithatë është një mënyrë shumë e mirë kundër qeseve të syve, duke qenë se ka veti të mira antiinflamatore. Kastraveci ndihmon edhe kundër luhatjeve të sheqerit, ul kolesterolin dhe kontrollon tensionin e gjakut, citon Food Prevent. Lëngu i kastravecave përmban edhe një hormon i cili duhet qelizave të pankreasit për të prodhuar insulinën e njohur për të mirat që i sjell personave me diabet. Gjithashtu, ekspertët këshillojnë të konsumoni të paktën një kastravec çdo ditë në dietën tuaj për të marrë përfitimet e lartë përmendura. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.